Shtetet e Bashkuara përshkruajnë mundësinë e zhvillimit të një avioni luftarak me 2 motorë që do të njihet si F-55 si dhe një përmirësim të F-22 Raptor të Lockheed Martin, që do të quhet F-22 Super, tha presidenti amerikan Donald Trump. Ai folën një takim të lërëve të biznesit në Doha një ditë pasi njoftoi një sër marrëveshjesh biznesi përfshirë një porosi nga Katari për 160 avion komercial Boeing. Trump ju referua F-55 si një përmirësim i F-35 së Lockheed Martin, ai gjithashtu theksoi rolin e projektit të ri të dominimit ajror të quajtur F-47, që i është dhënë së fundmi Boeing dhe sa se Shtetet e Bashkuara po shqyrtoni njëkohësisht përmirësimin e avionit luftarak super sekret që do të zëvendësojë F-22-shin. Ne do të bëjmë një F-55 me 2 motorë dhe një super përmirësim të F-35 dhe pastaj do të bëjmë F-22-shin të Trump. Mendoj se avioni luftarak më i bukur në botë është F-22, por ne do të bëjmë një F-22 super, që do të jetë një version shumë më modern, tha ai. Muajin e kaluar Trump i dha Boeing kontratën për F-47, një zëvendësues i avionit luftarak të Lockheed Martin, F-22, i cili shihet si avioni luftarak më i përparuar i gjeneratës së 6 të Amerikës. Lockheed Martin që humbi përballë Boeing në garën për avionin e dominimit ajror të gjeneratës së ardhshme, ka thënë se tani po shqyrton planet për një avion luftarak të gjeneratës së 5+.